Backing Boy. Mirë, ne rikthehemi dhe është momenti që të shkojmë tek mysafiri i dytë, një nga këta personazhe të cilët na bëjnë krenar vetëm kur ua lexojmë dhe kur ua shohim historitë e tyre, sepse nuk janë personazhe të cilat ti i shef gjithë ditën nëpër ekrane, nuk janë personazhe të cilat ti i sheh në krye të portaleve, por janë njerëz të cilët punojnë, bëjnë punën e tyre dhe bëjnë gjëra shumë të mira për komunitete jashtë vendit tonë, se jo. Personazhi i radhës quhet Deniona Grillo dhe ajo është në fakt një jewelry designer. Ku mund të shkojë unë pa bërë një gabim? Mund more një. Ua, kapiten. E cila në fakt në vitin 2004 ka ikur si pjesë e propozimit të zyrës së Komisionit Evropian, se ka të bëjë vije botës në këtë punë, ka shkuar bashkë me familjen e saj në Botswana. Me një mision i cili ka përfunduar në vitin 2018 dhe çdo 4 vjet është shpërngulur në lokacione të ndryshme të Afrikës, por për të cilat do na flasë sigurisht edhe më saktë Deniona në fakt. Ajo ka bërë disa iniciativa të cilat kanë ndihmuar goxha komunitete në Afrikë. Më e famshme është Yina Languni dhe është emri i projektit ku mamat e fëmijëve antikapat u mësua se si të prodhonin pra bizhuteri, ndoshta jo të ndonjë çmendurie pra si jewelries të Brukselit, po janë handmade, të cilat sigurisht që kishin një mundësi ekonomike, pra një mundësi për të shitur e për të përfituar dhe nga këto e sot kësaj dite ato zonja vazhdojnë akoma të kenë një profesion, ta quajmë kështu, i cili u mundëson pra. Dhe të gjithë ato e ka bërë Deniona Grillo, e cilën e kemi në një lidhje direkte nga Brukseli. Deniona, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Deniona. Ej, kohë e mirë në Bruksel po shoh, diell? Jumbo. Është shprehje afrikane kjo? Po, është shprehje afrikane sidomos në Tanzani. Mambo, habari za asubuhi. Jumbo është e vërtetë. Wow. Gjuhë totalisht ndryshe, ne s'ja kemi iden, çik italisht çik anglisht din shqiptarët, nga këto s'ja kanë iden. Ti je e bindur. Deniona, ç'ne që ike nga Afrika, ç'ne që je në Bruksel tash? Po, tani fakti që ne unë kam udhëtuar për shkak të punës së tim shoqi, erdhi koha që do të ktheheshim në, le të themi, në bazë në Europë. Edhe kjo është shkaku kryesor është i fëmijëve që dhe ata, domethënë, të fillonin një shkolla, domethënë, janë në prag, janë pothuajse teenager, domethënë janë adoleshent. Dhe ata të fillonin domethënë shikonin një tjetër realitet që pasysh domethënë për ata më të hapur dhe më kupton, prandaj dhe më perëndimor me shkolla më cilësore, besoj kështu që është momenti. Faktikisht ata ishin shumë të mbyllur, nuk di si ta them, domethënë shumë protective, sepse ne e çonim në shkollë, pastaj e çonim në shkolla, i merrnim nga shkolla, i çonim në shtëpi, nuk është se dilnin vetë, më kupton, kështu që ata ishte momenti të shikonin një tjetër realitet për ata, më kupton. Në qartë. Sigurisht. Në bazë fundi një ditë do vinte që do ktheheshim në Europë, kështu që Deniona, ty do desh që të ndiqe dashurinë e të shkoje në fund të botës, në thonjza, në një vend kaq të bukur si Afrika, e nuk e ndonjë duar kryqe aty. Aty ke bërë goxha gjëra, apo jo në kaq vite, sa janë 14 vite që ke qëndruar aty, ke bërë goxha gjëra. Po se 15 vite se ka qenë janari i vitit 2004, në 2004 dhe faktikisht deri në 2018. Sigurisht, pastaj unë dhe kalamajt janë lindur atje njëri në Afrikë dhe duke qenë si grua, le të themi, jo shtëpiake, por në kuptimin domethënë si burim punonte për Komisionin Evropian. Unë mbas 2 vitesh që kemi mua bashkë, aty vendosa të mos të risja kalamajt me fjalë, dhe u hodha në fushën e hobit tim, domethënë të prodhimit të bizhuterive të ndryshme. E pasa kjo u kurorëzua dhe domethënë nga ana profesionale u kurorëzua dhe u pasurua më tepër në Tanzani, ku unë krijova edhe këtë projektin me mamat me fëmijë antikapat, ku unë mësoja si të prodhonin me një fjalë, edhe ne bashkë merrnim pjesë në shumë aktivitete kulturore, sidomos në për sfilata që organizoheshin një herë në vit për gjithë Afrikën juglindore, dhe merkate të ndryshme, domethënë që organizoheshin 2 ose 3-4 herë në vit, bashkë në grup, bashkë me mamat. Fantastike. E besoj që kanë ndikuar. Nuk mund të thot në shqiptar, domethënë do të bëjmë diçka gjithsesi. Patjetër. Besoj që kanë ndikuar pastaj në krijimtarinë e bizhuterive, goxha edhe kultura dhe motivet afrikane, apo jo? Pikërisht, kjo ka qenë një nga shtytet më thelbësore për mua,
dhe sidomos duke parë ngjyrat e pasmave, ngjyrat e copave të tyre, domethënë që i shikoj çdo mëngjes dhe kur shkojnë ato merkatet të tyre dhe i shikoj gjithë të qeshur me këto ngjyra që i shisnin, për mua ishte gjëja më e bukur faktikisht dhe ishte shumë shkaku kryesor, domethënë që vendosa të bëja diçka që të lidhet me vendin, diçka që mund ta gjej aty, nuk mund të bëja diçka me gur, nuk e di, të çmuar ose mi precious, no? Që mund ta gjej aty se faktikisht edhe materiali duhet me doja diçka që materiali duhet të ishte vendi vet që të më siguronte. Kështu që vendosa ta bëja me copa për ta bërë për ata, me ata. Edhe diçka produkt nga ata vetë, domethënë që vjen nga ky vend, më kupton? Dhe brenda klasave janë kështu, janë gren, janë si thon, copa të vogla, gren, janë si thon, si puna e bërthama, janë bërthamat e pep. Bërthamat baobab, po, që janë të vogla si tip druri kur thahen, edhe ato i kam përdorur brenda për të prodhuar. Këtë interesante. Gjënjona, po ka ngelur, u bënin vetë me dorë çdo punim, nuk kishte nevojë për makineri. Jo, makinerinë e kishim nevojë vetëm makinën qepse, sepse copat duheshin prerë në mënyrë të tillë që të bëja copat me fjalë në mënyrë në përmasa të ndryshme, aty të futej bërthama brenda dhe sipër ruaza prej druri ose ruaza prej plastike, varet. Materiale të ndryshme, po. Po çdo gjë me dorë, çdo gjë kam bërë me dorë. Artizanale kështu. E bëja vetë, e prodhoja vetë, domethënë e krijoja dhe pastaj shkoja u tregoja dhe ato prodhoni me shumë ngjyra, me shumë fantazira, secila kishte fantazi sigurisht, domethënë secila jep, kështu që dhe kështu ecëm përpara. Po, për Denjona, po ka ngelur ky lloj frymëzimi dhe kjo lloj praktike tani më edhe në punët e tjera të tuat pasi është shkëputur nga Afrika? Mua më ka mbetur sepse është, le të them, ai është gjëja më precioze, më e çmuar që un kam edhe vazhdon akoma kësaj dite, vazhdoj dhe punoj jo si më përpara, krijoj gjëra në mënyrë gjithnjë domethënë me produkte afrikane. Por jo si në Afrikë, kjo është e vërtetë sepse edhe këtu kuptohet shumë, nuk kuptohet aq shumë sa që kuptohesha atje, domethënë janë, më shikoj mund që prodhimet afrikane ose etnike, domethënë dhe handcraft etnike, nuk para shikojnë me atë sy, domethënë siç shikojshin atje. Më kupton. Denjona, përveç aktivitetit dhe artizanatit që pas ka qenë një eksperiencë që unë e besoj që shumë e bukur, në 15 vitet e jetuara në Afrikë, si do t'i përshkruaje ti këto? Si është Afrika parë nga brenda? Sepse ti në fakt ke kaluar në disa shtete të ndryshme, nuk e qëndruar vetëm në Botswana. E si është Afrika krahasuar me atë çka na servire dhe krahasuar me atë që ne shohim? Si është e para ajo nga brenda nga ty? Pikërisht, atëherë Afrika, domethënë është një kontinent shumë normal. Nga anën, domethënë aq normal për të jetuar, ka anën e të varfër dhe anën e pasur siç e kanë të gjithë kontinentet e tjera. Sigurisht duke parë ne me një sy europiani, duke parë domethënë në mënyrën le të themi primitive të tyre të jetuarit. Atë sepse shumë relative faktikisht, domethënë varfëria është shumë relative. Duke parë me syrin tonë, thua si ka mundësi që ata mund të hajnë me duar, po me duar është një nga kulturat e tyre që hajnë me duar, ose për shembull ka mundësi që flën në tokë, ose flën për shembull nuk kanë krevat, më kupton, ose si ka mundësi që ata domethënë nuk arrin, domethënë nuk kanë frigorifer në shtëpi, më kupton. Nga kjo anë duke dhe si ka mundësi, por ata janë aq të lumtur, mund të them që janë se sa ne, janë aq të çiktë me jetën e tyre, janë aq të gëzuar sa domethënë ne kur e shikojmë themi si ka mundësi, ata janë vërtet të tyre dhe mund të them që janë më të lumtur se ne, janë më të lumtur. Dhe për mua ka qenë vërtet kura shpirtërore të shikoja ata çdo ditë kaq të lumtur, të rregullt, të përkuar duke mos pasur asnjë gjë.
Dhe për mua ka qenë vërtet një kurë shpirtërore që e ruaj me shumë fanatizëm edhe tani. Më ka ndihmuar jashtëmase. Ta besojmë, absolutisht. Unë doja të të pyesja në fakt për sa i përket kuzhinës, sepse unë hyra lexova, nuk është se kam provuar vet gatime tradicionale afrikane, por hyra lexova dhe më bën shumë përshtypje ushqimet e tyre. Dhe nuk e di se si e përshtatur ti vet me kuzhinën kur ke shkuar për herë të parë. Nga kuzhina mesdhetare në kuzhinën afrikane. Më nërë të pathem të drejtë vitet e para, pothuajse nuk haja le të themi ushqimet e tyre, më kupton? Pastaj me kalimin e kohës, duke njohur dhe shumë shoqe, se kam shumë shoqe afrikane, duke anke shkëmbyer kulturat e tyre ose duke shkëmbyer edhe mbrëmjet bashkë edhe gatimet. Aty fillova pastaj edhe më pëlqenin jashtëmasme, domethënë më pëlqenin si ushqimet afrikane, por prapë le të themi që është sepse mënyrën e ushqimit është mënyrë e tillë që ata të hajnë vërtet që hajnë me duar. Dhe është vërtet një kulturë e tyre, më kupton? Dhe unë merr edhe ajër me pirun. Po dëgjoj, Deniona, se edhe ne lakrorin me duar e ham tash. Edhe ne vdesim ta ngjojmë një çika të kafshatën e bukës aty ana shpjatë. Te sallata atë kështu tash, të shijon pafund, mos bëj. Çunat e mi, që me duar, si nga Afrika, si edhe nga Shqipëria. Njësoj. Po mos bëjmë sikur jemi puritanë më shumë se ç'duhet tash. Po shoqeve se po thoje që ke shkëmbyer me shoqet gatime, jeni mbledhur bashkë, keni gatuar. Çfarë ju pëlqente më shumë nga gatimet shqiptare që u ke gatuar? Shoqja që gatuante më mirë. Moni Koçiria. Ja, aty nuk kam pasur, kam qenë një nga të pakta shqiptare që kanë qenë në Afrikë, sidomos në ato vende, për shembull në Botswana, mund të them që kanë qenë e para shqiptare sepse nuk kam dëgjuar që ka qenë një tjetër shqiptare dhe sa herë që vini, për shembull, vinte një ose dëgjonin është një shqiptar që ka ardhur, më informoni më një herë, duke thënë që është një tjetër shqiptare, kështu që për ata kuzhina jonë ishte shumë e veçantë dhe sigurisht unë domethënë aria domethënë të laja veten me byrekun, byrekun me tavën e kosit, me tavën e zeut, sepse merja mëlçin dhe i gatuaja, edhe çfarë bëja tjetër dhe të mbushura. Po me byrekun ke gjithmonë sukses. Njësoj sa jam ne, kripën për shembull. E përdorin ka shumë sa e përdorim ne kripën. Kripën, këto pipera, ato erzat sa duhet. Jo erzat, po, kripën, se ne kemi shumë krip. Po. Kripën jo në mënyrë të veçantë, po. Besoj se po jo të veçantë, po erza si thoni juve, erzat ka shumë erza. Vërtet shumë. Deniona, në kaq kohë sa ke aty, besoj se tashmë ndoshta edhe është një çik kujtim i largët se kanë kaluar goxha vite, po cilat kanë qenë këto gjëra që kanë qenë pak të vështira për t'i kuptuar, për t'u përshtatur duke u nisur nga vendi ku vije. Se besoj ka pasur diferenca kulturore sa duash. Ata ne jemi dy vende, dy popullata që jetojmë në dy cepa të ndryshme të globit, kështu që jemi të ndryshëm, duam ne. A ka pasur gjëra të cilat i ke pasur vështirë për t'i përshtatur tek vetja? Pikërisht kjo është një pyetje vërtet shumë e bukur dhe faktikisht t'ju them që unë nuk kam pasur shumë vështirësi, nuk dua që të gënjej me kuptimin dhe është e vërtet, sepse në momentin që im shoq më tha kemi një propozim për t'ikën në Botswana dhe kam qenë e para, kam thënë me njerë ikim, edhe pse nuk dija ku shkoja, se nuk e njihja si vend, nuk njihja as emrin, them të drejtën, sepse një vend i vogël në Afrikën e Jugut. Dhe kur mendoj që ne popullin afrikan e njihnim shumë pak, faktikisht vetëm në përfundima, dhe mëson që unë mbaj mend kur kam parë një afrikan në Shqipëri, kisha frikë, kisha e vogël. Dhe e thash me njerë ikim dhe kam menduar me vite fakti që unë vija sidomos nga Shqipëria, në një vend i varfër, në një vend që është i çiltër, i pasur shpirtërisht, ishte kjo arsyeja që unë kur përshtata shumë Afrikën, sepse varfëria nuk më trëmte. Pluri ose themi gjërat hapur, pluri ose sa të jetoni nuk më trëmte, sepse
pak a shumë, po edhe ne nuk mund të thosh që unë jetoja në një vend që Mes të luksit, Absolutisht, Shqipëria dhe Shqipëria ka pas unë jam rritur me luaja me top Alexia ose me nuk e di çfarë, me luaja në plur, më kuptimi luaja në rrugë. Kështu që ishin shumë gjëra që mua më dolën nga e pasur fakti që Afrika më jepte këto lloj, domethënë, kujtimesh të mia. Kujtimesh ishte Dhe më bënte të përshtatesha më tepër dhe mund të themi një gjë që ne kemi shumë gjëra të përbashkëta, se është popull shumë i chillter, është popull shumë friendly, është shumë i mirëpritur dhe e kanë atë, domethënë, të ndarjes, domethënë e kemi ato që jemi gjithë bashkë, domethënë duhet ta ndajmë, kemi një copë, duhet ta ndajmë që të katërt ose që të 10 sa jemi. Dhe janë shumë të chillter, kështu që unë them të drejtën e kam, ndoshta nga kjo arsye unë u pushtata shumë sepse unë kam njohur dhe shumë shoqe që kanë jetuar 1 vit ose 2 vjet, nuk kanë arritur dot dhe janë kthyer, sepse nuk kanë shikonin varfërinë që i kishin midis tyre, domethënë që shikonin sa dilnin nga dyert e shtëpisë, ose nuk kupton, edhe mentalitetet e tyre, për shembull, mendojnë vetëm për të ngrënë ose nuk mendojnë për një perspektivë 2 ditëshe ose 1 javëshe, më kupton, janë shumë gjëra që mund të them që dhe për këtë unë u përshtata shumë kollaj. Qartë, ka të bëjë goxha dhe me mentalitetin dhe me your state of mind. Dgjoj, nga mind ti je dhe sa më hapur ti je aq më tepër ke qenë në Mozambik, në Afrikën e Jugut, në Tanzani edhe në Botswana. Unë do doja tashmë me që afrohemi edhe drejt fundit, lokacione interesante, lokacione të bukura, turistikisht të bukura së paku, të cilat ty të kanë lënë mbresa pafund dhe do t'ja sugjeroje kujt do që të paktën një herë në jetë të shkojë të vizitoj. Po, absolut. Një herë në jetë duhet shkoni të bëni safari në Tanzani dhe jo në Kenya, sepse Tanzania është shumë më e bukur, ka natyrë të afron shumë më tepër se sa Kenya, dhe sepse është Serengeti, keni Kilimanjaro dhe Zanzibari, që është dhe ana plazhi. Ndërsa do t'ja rekomandoj të gjithëve, për shembull, udhëtimin e martesës ta bëni vërtet, sepse është vërtet një antistres dhe është një ëndër dhe është një realitet që një jetë duhet ta bëni, safari, sidomos ju rekomandoj, sepse plazhet e bukura e kemi edhe ne, më kupton? Tripin e gjetëm, të gjejmë nusen tash, goca, dhe i zgjidhem gjërat. Sepse është një kujtim i paruar, të jeni midis kafshëve dhe të jetoni në natyrën e kafshëve, domethënë në shtëpinë e tyre, e të shkoni të shikoni se si është diçka e mrekullueshme dhe vërtet është. Dhe Cape Town për mua është një nga qyteti më i dashur për mua dhe që do rikthehem shumë shpesh atje. Cape Town që është në Afrikën e Jugut. Është Mundemi për momentin të shohim vetëm nga fotot. Pandemia sidoqoftë na ka ndaluar çdo lloj qarkullimi, por sapo të lirojnë gjërat, urojmë që ta shtrim edhe ne hartën e udhëtimeve dhe ne si popull si shqiptar. Dgjoj, ne do të përshëndesim, do të të falenderojmë shumë që ishe me ne dhe more kohën të ishe me ne, ndoshta ke pasur edhe punët tua, të falenderojmë që more kohën të ishe me ne, Leniona. Por dhe shumë faleminderit. Ta besojmë. E pse u mbyll dhe Brukseli apo është mbyllur akoma Brukseli? Jo. Po ka që të hënë, që është mbyllur. Po jemi në Lëra, nuk merrem me këtë se na trishtove. Ikim. Leniona. Ishim mirë. Të përshëndesim dhe shumë faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirat. Faleminderit ty. Pafshim. Ne do të kemi pas pak në fakt edhe një të ftuar tjetër i cili do të vinë në studio tashmë se tash me këto teknologjira tash u çmendëm tash u bjemi bër, nëse teknologjia na ka ndihmuar. Na ka ndihmuar shumë, kapitan, nuk mund ta hedhim po. Po teknologjia ka bërë edhe ca gjëra që ka bërë ca gafa që do i flasim pastaj to gafa. Do i flasim pas. Kemi muzikë një herë, kemi ca lajme kemi.